Mirë, sikur se ju njoftova pak minuta më përpara, do ndalemi për të diskutuar primaret të cilat do të zhvillohen ditën e sotme. Kam fjalën për zgjedhjen e tyre, shumë kandidatë të cilët kanë postuar edhe në rrjetet sociale më përpara se tashmë janë duke kandiduar për të qenë pjesë e primarëve dhe më pas do zgjidhen si kandidat për deputet të Partisë Demokratike në të gjithë vendin. Do kemi shumë detaje të reja për të diskutuar, por fillimisht dua të jap fjalën kolegut Ardit Hoxha, i cili ndodhet në ambientet e selisë së Partisë Demokratike për të na treguar si po shkon procesi, nëse ka ndonjë situatë të pazakontë dhe detajet e tjera. Ardit, të përshëndes. Greta, të përshëndes, unë në fakt në këto momente ndodhem në selinë e Partisë Demokratike, aty ku kanë të drejtën për të votuar rreth 2300 anëtarë të Partisë Demokratike të degës numër 2, por gjithashtu kanë të drejtën të votojnë kupola drejtuese e partisë, duke përfshirë anëtarët e Këshillit Kombëtar, kryesia, deputetët dhe sigurisht kryetari bashkë me pjesën tjetër të lidershipit të Partisë Demokratike. Deri në këto momente në fakt procesi ka vjuar normalisht, janë rreth 150 anëtarë të kësaj dege, të degës numër 2, pra të cilët e kanë ushtruar të drejtën e tyre për të votuar, mes tyre ka pasur edhe disa prej kandidatëve të cilët kanë mbërritur që në orët e parë të mëngjesit për të votuar. Zoti Berisha aktualisht ende nuk është paraqitur për të votuar, por zakonisht të paktën në përvojat e proceseve të mëparshme, rreth orës 11 është momenti kur zoti Berisha shkon për të votuar dhe sigurisht jep mesazhin e tij për këtë proces të brendshëm të rëndësishëm për Partinë Demokratike, në bazë të cilit do të përzgjidhen ose do të shërbejë si një lloj filtri për të përzgjedhur kandidatët të cilët do të përfaqësojnë Partinë Demokratike dhe koalicionin e saj në zgjedhjet e përgjithshme të 11 majit, pra mënyrën se si do të formohet lista e kandidatëve, si ajo për pjesën e mbyllur që do të përcaktohet nga kryesia dhe kryetari i Partisë Demokratike, por gjithashtu edhe kandidatët që do të përfshihen në listën e hapur dhe që do t'i nënshtrohen më pas votës preferenciale në procesin e 11 majit. Për të dhënë disa statistika, Greta, në zgjedhjet e sotme kanë të drejtën e votimit ose të paktën referuar shifrave që kemi pasur në proceset e mëparshme të ngjashme nga Partia Demokratike, kanë votuar rreth 45.000 anëtar, por sigurisht numri i anëtarëve të Partisë Demokratike me drejt vote është më i madh se kaq, por duke marrë në konsiderat që në procesin e fundit të ngjashëm ka pasur një prezencë rreth 45.000, sigurisht sot pritet një pjesëmarrje deri diku edhe më e madhe për shkak të disa proceseve të përbashkimit dhe të fuzioneve që kanë ndodhur brenda Partisë Demokratike gjatë muajve të fundit, por sigurisht edhe në prag të atmosferës zgjedhore të 11 majit, që është edhe një lloj periudhe mobilizimi dhe afrimi i demokratëve dhe i opozitarëve pranë Partisë Demokratike. Në total janë 288 kandidatë që garojnë ditën e sotme dhe përkatësisht sipas qarqeve në Tiranë janë 82 kandidatë, në Durrës 37 kandidatë, në Vlorë janë 13 kandidatë, në Fier 22, në Shkodër 31, në Lezhë 19 kandidatë, po 19 janë edhe në Korçë, në Gjirokastër janë 9 kandidatë, në Kukës janë 11 kandidatë, në Dimër 13 kandidatë dhe në qarkun e Beratit 10 kandidatë për procesin e primareve. Sa i takon këtyre të fundit pra kandidatëve, të paktën nga një vëzhgim që kemi bërë listës së 288 kandidatëve, ka një kombinim mes deputetëve aktual të cilët kërkojnë votbesimin e demokratëve për të rikandiduar dhe për të marrë një mandat tjetër deputeti në zgjedhjet e 11 maj. Ka figura, po themi, të konsoliduara ndër vitet të Partisë Demokratike, në ata që konsiderohen veteranë të kësaj force politike, të cilët kërkojnë që të rikthehen apo të riafirmohen brenda radhëve të Partisë Demokratike me një mandat deputeti, sikundër ka edhe një pjesë të figurave të reja të cilët kanë spikatur gjatë viteve të fundit dhe kërkojnë që këtë lloj aktivizimi politik ta përforcojnë dhe ta shtyjnë akoma dhe më tej duke pretenduar për një mandat deputeti. Sigurisht nuk mungojnë edhe disa figura përfaqësuese të diasporës, të cilët kanë mbërritur nga shtete si Gjermania, Britania e Madhe, Italia apo dhe Greqia, aty ku në fakt është edhe numri më i madh dhe numri më i lartë i diasporës, jo vetëm për Partinë Demokratike, për të gjitha partitë dhe forcat politike që do të garojnë për zgjedhjet e 11 majit. Po, Greta. Ardit, dihet se kur do të dalin rezultatet? Është përcaktuar një datë apo një orar si një lloj afati? Apo do pritet derisa të numërohen?
Atëherë në bazë të rregullores që është vendosur nga Kryesia e Partisë Demokratike, mbasi të mbyllet procesi, të gjitha kutitë e votimit në të gjitha degët do të numërohet në qendrat e qarqeve. Pra, të gjitha kutitë e qendrave të votimit që janë ngritur në degët e Tiranës, por edhe në bashkitë e tjera të qarkut të Tiranës do të grumbullohen në selin qendrore dhe do të numërohen. Një do të bëhet dhe do të veprohet edhe për qarqet e tjera ku kutitë e të gjitha degëve do të mblidhen në qendrat e qarqeve, ku pas do të bëhet aty numërimi dhe pritet ose gjasat janë që në ditën e nesërme të kemi një shpallje të rezultatit ose një ide më të qartë për kandidatët që kanë marrë më shumë vota dhe që do të, po themi, kenë mundësi më pas për të pozicionuar në vende më komode në listën e Partisë Demokratike për zgjedhjet e 11 maj, nëse mund të jetë ky term i dur. Edhe një saktësim që do doja ta bëja në fakt për gjithë ata që janë duke na ndjekur në këtë proces, mes të gjithë kandidatëve që kanë për secilin qark, kanë të drejtë votojnë vetëm një kandidat. Pra, në qarkun e Tiranës çdo demokrat që po themi ka drejtën për të votuar, mes 82 kandidatëve që janë të listuar në fletën e votimit, ata do të kenë mundësi për të votuar vetëm për njërin kandidat të preferuar. Nëse do të votohet më shumë se një ose disa herë, sigurisht fleta e votimit do të shpallet e pavlefshme. Ardi, të falenderoj dhe të lutem, më kërko fjalën sa herë që sheh një informacion të nevojshëm dhe të rëndësishëm për ta ndarë edhe me publikun.